Sot do të përgatis një tavë me spinaq, ose ndryshe e quajtur kima, me ves, me qumësh, me mish të grirë, dhe baza është spinaqi. Kemi përgatitur spinaqin në një tenxhere me ujë të vluar, e kemi vendosur bashkë me qepë të njoma dhe i kemi dhënë një zjerje sa të ulet vëllimi. E kullojmë në kulles për 1 orë dhe vazhdojmë procedurat me ndihmën e këtyre përbërësve të tjerë që duhet të ketë kjo tavë. Spinaqi është 1 kg, qepë të njoma sipas dëshirës, 150 gram mish i grirë, 1 gotë qumësh, 1 gotë ujë, 150 ml, na duhen 3 kokra vezë, 1 lugë kafeje me krip dhe 1 lugë kafeje me piper të zi, 1 kokër qepë mesatare, vaj dhe 2 tufa, 1 me kopër dhe 1 tufë me majdanoz. Këto janë të gjithë përbërësit për tavën me spinaq që do përgatisim për sot. Në fillim do ta grim qepën në mënyrë mesatare, do ta vendosim në tenxhere. Këtu do shtojmë edhe mishin e grirë. Do shtojmë gjithashtu edhe vajin për gatim. 4-5 lugë gjelle. Do t'i kaurdisim të gjitha së bashku për 5 minuta në një temperaturë mesatare. Kaurdisur qepën dhe mishin e grirë, tani do shtojmë edhe koprën edhe majdanozin. Në tenxhere do shtojmë dhe spinaqin edhe qepë të njoma, të gjitha do t'i hedhim këtu në tenxhere brenda. Do t'i përziemi kujdes të gjitha së bashku, duke shtuar gjithashtu edhe kripën edhe piperin e zi. Ku i kemi përzierë të gjitha së bashku dhe do t'a vendosim tani këtë mas në tavë. E hapim në të gjithë sipërfaqen. Marrim vezët, vendosim në tasë dhe i rajmë. 3 kokrat e vezëve. Do shtojmë këtu dhe gotën e qumshit, 150 ml, 1 gotë ujë. Dhe këtë mas ne do t'ja hedhim përsipër spinaqit dhe mishit të grirë. Do ta vendosim ta pjekim në furrë në 200 gradë për 20-25 minuta, duke e parë vazhdimisht derisa të krijohet një korë e bukur e kuqe dhe të përthithen gjithë lëngjet, qumshti e këto. Ja ku kemi hequr tavën të përfunduar, ka një aromë fantastike edhe tani do ta shërbejmë. Ja ku kemi vendosur tani në pjatë dhe do ta shijojmë me familjen.